Onoshëm. Lena një sekundë. Lena do vllaj. Okej, të iki unë Klevis do mblesh. Po deshe, po patë mundsi. Po jo më vlla, unë i them ato gjëra që për të thënë vlla. Ore Klevica, do mblesh ja pun përgjigjen. Mirë, flisni. Të lutem. Atëre, po Klon. Pavarësisht të gjithave, unë ja bëja Allah ashtu e ka menduar për momentin, nuk ka asgjë të keqe mbas e është drejtuar, edhe e kalojmë ti bërë shumë mirë që e the. Jo, e ti pse e thash, sepse ja ku vjen momenti vlla që do të bësh bashkë. Dëgjoj një sekond, o Klon, dëgjoj një sekond. Aq më mirë që ka situata të tilla që edhe ajo e ka kuptuar që edhe mund mos ta them, nuk ka asnjë problem, nuk kemi pse paragjykojmë, ti bëre shumë mirë që e the. Por ne do ecim me idenë në Klon, që gjatë rrugtimit ton më shumë njerëz do na bashkohen. Dakor, po a di pse ta thash unë o profesor, ti ke hap shumë mirë live-in dhe të kam bollizur. Edhe një herë. Shumë mirë ke gjë. E di shumë mirë. Tani unë do të them fal. O Klon, po ti e di vllai që do dal gjithmonë ai druri shtrembër, do dalë. E di o bablok, unë i them të gjëra, nuk e për të prish punën, nuk erdha këtu për të prish punën vllai, erdha për të thënë një realitet o Klevis. Okej, tani më dëgjoj sekond. Unë ti them vetëm kaq. Që këto gjëra kanë ndodhur dhe ndodhin dhe do ndodhin. Unë them personalisht, edhe personalisht. Ja ta thon shoku jo do ndodhi sepse edhe po ta them unë që ta kuptosh ti. Nëse zonja gjë, fali sekond, gjë. Ja po ta gjoj edhe Klevisin. Nëse zonja da hapi prap live-is, unë kam me video Klevis, gjojmë pak me vëmendje Klevis. Da hapi prap live-in dhe po këto do jenë ato tipat që do thoj bravo i qof. O Klon, nuk ka gjë fare, gjovllano. Nuk ka gjë ore. Ore Klon, a di sa mirë do ndihem kur e shikoj një video që më ka shardhë tjetrën që më ka mburrur. Them më në fund e kuptoj edhe një tjetër çfarë jam. O profesor, lavaj se o Klon, ti rovz vllai që erdhe, ne na duhet kjo ndihma, nuk kemi asnjë interes vllai im. O vlla, unë për ndihmë jam i parë, o vlla, unë kur shikoj një edhe ti unë Allah ta bëj di pse thash ke Klevisi ke gjë, gjë shoku ta. Po atë merre me llafe, unë tha i kështu për këtë, tha. Po o Klevis, po nëse do të thonë edhe për ty o vlla im, gjë që ky vlla bën shumë mirë. Një sekond. Kloni bën mirë që demaskon njerëzit që janë, po në këtë rast kjo ndoshta ka gabuar aty për momentin. Po nuk ka gjë, nuk do të thotë që s'ka dëshirë e mirë për të ndihmuar. Nuk ka asnjë lloj problemi. Unë bëj çemi ndihmoj Licena, vëlla se s'ka. Gjë nuk kam gjë as me Licenën as me një, po më vjen natë ku profesori u bollizu, se i kam unë video ose ja kam çu profesorit, po vjen natë ku profesori hap live-in nesër do bollizohet Klevisi, u bush do bollizohesh edhe ti. Unë do t'i ve në rresht të gjithë, edhe të gjithë mua do më thonë o profesor na fal aman të lutem lere TikTok-un tani që të rrim ne siç rrini more. Do t'i ve të gjithë të futen me live e të më thonë profesor të ram më qafë, na fal të lutem largohu nga TikTok-u sepse nes puna i var njeri me dhe do t'a bej për sedër. Por e lëm atë pjesë, kam vlla, ti je shumë djalë i mirë. Jo, më unë le. Je djalë shumë i mirë. Unë kam lënë pjesën me Licenën se e kam ndulur më. Unë kam ndulur shëndimin. O profesor, një minutë profesor. Okej, vazhdoni, unë kaq kisha, nesër mbrëmë do jem këtu në Klevis, do mbështet çhallit keni. Po jo, këto po bushë do iki se nuk kam kohë për gjë vëllai. Unë kërkoj ndjes, po ta gjë që ta thash gjë pak me vëmendje se je shumë djalë i mirë. Si që bollizohëm neve, që një mu me Alfredin, inshallah nuk bollizohesh edhe ti nesër vllai im. Gjë që po të them unë se do dali fjalët e mia. Për ne është një gjë. Respekt o Klon drejt zotit. Nuk kërkoj ndjes profesor. Respekt nuk ka asnjë problem. Kërkoj ndjes atë shtëpia jote, po. Jo, nuk ta kam thënë për të keq, as kam thënë për të ju vazhdoni. Zoti e bëf mirë dhe mund të keni krah. Unë e vlerësoj. Ti ke luajtur një rol shumë pozitiv vllai, ke demaskuar këta. Normale më po, di ku vjen natë bush, sepse ne u bëm bashkë vlla, u bëm bashkë, ka qenë edhe Klevisi me nanën e vet atje. U bëm bashkë vlla. U bëm bashkë dhe u bollizuam keq fare, omret. U bollizuam. Ke shumë të drejtë. Vetëm të lutem. Je shumë okej, na lër të vazhdojmë. Ju faleminderit për respektin. Okej, vazhdoni zëmër vllai. Hajde, kalofshit mirë. Hajde, atë Jona, ciao, ciao. Let's go. Mamma mia.
Jo, tani mos e komentoni, unë nuk I shikoj këto gjëra, me të drejtën jam shumë tolerant ndaj këtyre gjërave, nuk e kam problem. Vazhdojmë, njerëzit gjithë gabojmë, gjithë nxitojmë, gjithë paragjykojmë. Ka asgjë të keqe, koha I tregon njerëzit dhe koha tregon kush është kush. Tani do të ai e ka shumë mirë vlla dhe ne dim se jemi të vjetër në TikTok. Këto gjëra I bëjnë ata që vuajnë për audiencë. Domethënë, qofse audienca kalon te Klevisi apo kalon te profesori, normalisht ata të mëdhenj, do thonë se ata VIP-at që bëm neve VIP-a, ata kurvat, po fali për shprehjen, normalisht do sulmojnë juve. Kështu që ne vazhdojmë përpara, mbarojmë qëllimin, ta ndihmojmë këtë njeri që është në hall edhe kaq, e kupton. Kloni ka bërë punë shumë të mirë sepse ka demaskuar shumë në këta detyrat e TikTokut, ata VIP-at. Ka bërë shumë mirë. O çuna, shumë faleminderit për gjithë ju që jemi këtu. Do t'ju lutesha. Ndani çik lajkin, uroj Zotit, ndani lajkin. Do t'ju lutesha edhe një herë tjetër, për rastin që ishim këtu, do t'ju lutesha juve, Dimitri, si po mundohesh për të gjetur Klevis ato të venët. Njëri ta ndihmonte që Dimitri si. Mbi emrin si e ka thot. Do t'ju lutesha ta ndihmoni pak njërin nga juve. Ndihmojeni pak që t'ja gjej s'po e gjej dot Dimitri. Se kishte për t'i dërguar. Tani ajo që duhet, profesor, duhet një pelipali, sa një... O Bush, më gjoj një sekund. Ajo I kishte, o Klevis, veri pak bas vetes ato që kishte ajo ato të dhënat aty. Edhe bëje vetën të madhë, edhe bëri pak bas vetes, njerëzit I shikojnë, e kishit këtu, se tashti... Këtë të dhënat, foton? Po, ato të dhe, por atë foton atje I kishte të dhënat. Qa foto? Foto që ish me djalin e vogël? Oha! Ato që ka në profil. Po, ja, direkt, një sekund. Ja, do duhet të futem te profili asaj unë, s'kam I telefon tjetër. Në ma që telefon... Ja, një sekund se ta bëj unë Klevis, prit. Jo një sekund, pse e bëni kaq të vështirë, ishte shumë e thjeshtë. Unë pse e bëra kaq të thjeshtë? Unë pse vajta kërkova e gjeta? Pse? Profesor, mundem të flas një sekond, lutem? Po, më. Atëre, në radhë të parë, nuk të thirra unë këty, apo jo? Në radhë të dytë, po, në radhë të dytë, le të t'i sjellin të lutem ato provat. Olisen. Jo, ta themi gjithë shpirt, profesor, ta themi gjithë shpirt. E di pse. Olisen. Profesor, a e di, o profesor, një sekond, të lutem, më dëgjoj. Më dëgjoj një sekond, të lutem. Më dëgjoj një sekond. Nuk jam ai lloj personi. Më dëgjoj një sekond. E di pse po flas. Pas ka hequr Bruna atë Klevis. Po pra, prandaj po mundohem të flas, zemër. Më dëgjoni një sekond, ju lutem. Po. Atëherë, ato që po të them, profesor, është kjo. Sa më shkruajti Bruna dhe më tha që I kam bllokuar TikTokun. Ua. Dakor? Po TikTokun pse e kam bllokuar? Si e kam bllokuar TikTokun? Për të njëjtin motiv që I kanë bllokuar edhe Mamma mia. Edhe GoFundin, për të njëjtin motiv pse vin këtu. Po dëgjoj një sekond tani, se nuk bllokohet TikToku kështu në këtë lloj forme tani, lutem. I kam bllokuar live-in. I kam bllokuar TikTokun I dashur, nuk po arrin të gjejnë as të dhënat. Jo, më TikToku ja I del. Ja I del. Gjej sekond. Me qëtësi të tonë, I kam bllokuar live-in, apo çfarë I kam bllokuar? Atëre, mua Bruna sa më shkruajti. Mos I kam bllokuar live-in nga spitali. Një sekond, tashi, sa më shkruajti Bruna dhe më thot. Lisen, më bllokuan TikTokun, s'po kuptoj qa po bëhet, po më mbyllet çdo gjë. Po miro, ajo është e shqetësuar e mërzitur, I kam mbyllur live-in nga ajo që ashtu atje te spitali, ndoshta nuk ka asnjë gjë tani pse I bën një. Jam dakord, po ka hequr foton ku kishte të dhënat e ku të niseshin lekët. Ja kush o del TikToku këtu. Po çfarë arsye ka heqja të foton se profili del këtu? O Klevis, a janë të dhënat aty të... Jo pra. Tu thot Gonfuli, po Atë Gonfuli foto ka është bllokuar, është vetëm emaili dhe numri I telefonit, profili jam këtu, te profili. Domethënë gjërat e tjera janë hequr. Është I bllokuar GoFundi se deshëm neve unë me I shok të kalojmë
Të bëjmë atë, nga fonde dhe është i blokuar. Prandaj e hyra këtu. Studio. Jo, ajo Tani, është hequr se kjo video tjetër është, ajo video që ka kërkuar ajo për atë nuk është. Po, pra. tani o profesor, ti sa larg e ke? Qa qyteti në Angli është kjo? Ore, unë nuk jam në Angli o Bush. E di, ti e në tjetër. I gjem do në njeri që rri atje, la. Nuk e di kush mund të shi atje, nuk e kuptoj. Tani këtë... Nuk i del ai postimin tjetër, vetëm kjo i del që ka si kështu, si tip video të kus babaja. Ka bërë TikToku, pra ja ka hequr TikToku se nuk ka asgjë se si profile ka. Si profili ka, se më del profili këtu mali se në. Ja. O Dimitri, se di o vlla që ke besim edhe unë me sinqeritet, me pastërti, po mundoj me shpirt, përderisa i përket rastit me fjalë, ne e menduam dhe i dërguam mu vetë personalisht. Po pra o Kleviz, arrin ta kuptosh nga momenti që i kanë bërë report për GoFundin, i është bërë report komplet si faqe. Qa bëjë shumë kërë? Ajo më qonë mesazhet e shi, thot qatë bëj, thot edhe po qanë, të shi qatë bëj edhe unë shkreta. Ja, prit ta mendojmë, qa qyteti në Angli është, ajo se mos kemi në njeri unë tonë ati afër. Në Portsmouth. Po s'ka qatë bëj, është ora 11 e natës, nuk mund shkoj njëri në spital. Krye qytet ka afër të madh, njëjtur. Nuk e kam iden për zotin, unë jetoj në Londër, nuk e kam iden. Sa larg është në Londra? 2 orë jashtë Londrës, në Portsmouth, Aleksandra Portsmouth e ka. Portsmouth, ja, ku e ke këtu me komende, e shkoti princesha Shkodrane, ja. Aleksandra Portsmouth, 2 orë larg është Londrës. Do të gjejmë njëri me dokumenta, të hap GoFundin prap. Po pak si ka profili asaj TikTok. Është vetëm tek pullo bushi, kanë larg. Po, njëri që të merret me këtë gjë, valla, që t'ja... Që më mos e bëjt një besuarot ke qenë dhej. Edhe një lisen. Po. Jo, për dhe isa i ka ato të dhenat e bankës, ajo i ka në telefon prap të dhenat e bankës, nuk është se nuk i ka. Për zotin, nuk kam kërkuar asë një herë, profesor. Ma gjojnë sekund, lutëm. Të dhenat e bankës, sepse ajo bankën tha unë e përdor vetë. Dhe nuk ka asgjë për të ashu. Për dhe isa i përket të dhenave të bankës, normalisht që ajo i ka të dhenat e bankës, sepse i ka aty të banka, kur e hap Monzon i ka aty. Sa ajo tha e përdor të ajo. Që që s'ka se si mos ta këtë aty. Okej. Dhe që duhet? Qëfar duhet? Atere, ti i dërgo, a ke WhatsApp me atë, me qëfar flet? Po, edhe unë edhe Klevisi, po. Okej, atere, ti bëj një screenshot ajo te banka, edhe ti dërgoj të dhenat. Okej. E ka bankën në emër të nipit, thaur, e ka hapur nipi, si që kam hapur unë, kur isha në Angli, isha pa letra, edhe kam hapur Monzo. Isha dhe unë në Angli dhe kam hapur Monzo, pa letra, pa gjë. Tani nuk ka asgjë të keqe. Dhe në momentin që hap Monzon, në faqen e parë të Monzos, ajo i ka aty të dhënat dhe nuk ka pse shqetësohet. Në momentin që hap Monzon, i ka të dhënat gjitha. O profesor, që jena shoko burë edhe kloku edhe atë që kam unë njerës du të ndimojnë, po them të vërtetën që e di që ne njemi, po unë kam besim o dhatë të ty. Po e them kështu shumë apur, e ke parasysh. Se ndihmoj njerëz e bën, unë kam qejf të ndihmoj, domethënë të mblidhemi çuna tu në Londër që jena të vëm sa ka mundsi njeri, po në qoftë bëni ndonjë gjë, nuk e di, ose dërgojmë të dhënë aty text mi, ta dërgoj numrin, nëse s'ka problem në WhatsApp. Okej, ma dërgoj numrin në WhatsApp, do t'i nisë në WhatsApp të Dimitris. Nisë ti nis unë bëj screenshot po vllasi edhe kanë erdhur lekët direkt, se e kam business account. Falni se u da për një ndërprerje për profet, më fal vlla, të ndërpres për një gjë të vogël, të lutem, se po të shkoj ca komente këtu ja. O vlla, pa jo komentet o vlla. Komentet atë punë kanë, ka vlla, mos shiko asnjë koment negativ. Vlla, komentet do shajnë dhe Papa John Palin, Donald Trumpin. Po gjuna vlla, po s'është na ajo shtëpi, o çuna. Pjesë e jetës, o çuna. O çuna rini O Vlora, të lutem o vlla, mos u shqetëso. Mos u shqetëso, fratello. Ne gjejmë zgjidhjen që të na japi edhe një herë të dhënat.
Olisen, apo i shkruan, a është duke I shkruaj atë që më the ti ja shkruajta. Jam duke pritur në faqen e parë, më dëgjoj një sekond, në faqen e parë Sahap Monzon janë këtu të dhënat. Dhe emrin të na japi edhe një herë, por emrin e kemi. Në faqen e parë Sahapet Monzo direkt ka të dhënat. Dhe direkt janë aty. Janë të dhënat që është numri i bankës, me fjalë që janë këto sort kode dhe numri i bankës. Janë aty direkt në faqen e parë. E ka shumë të lehtë që ta bëj prapë. Po, i thash atë që ti më the, që ti bëj një screenshot të bankës dhe të minisi. Mi mbrëma. Dakor, ja ju ja kaloni, po ne këte në Amerika, ti, profesor, ne na duhet ose në PayPal, ose në një bërë. Ka edhe PayPal. Ja, shkoti vajza, ku quen Aleksandra, hospital, Mirë mbrama një. Po ka po. Mirë mbrama. Profesor, një gjë nuk kuptoj unë valla. Një gjë nuk kuptoj. Mirë kush ka nevojë për ndihmë, edhe mirë kush bullizohet ore. Sepse tani deri dje ti unë bashk e dikush tjetër këtu jemi shar, jemi ofenduar që i kemi patur me letra me dokumenta. Po këto që i hapin pa dokumenta tani çfarë të mendojmë ne? Kalojmë. Jo, mos ja bëj fare me dorë, profesor. Çfarë të mendojmë tani? I kalojmë degenerojmë çike edhe ne tani këta. O ka po. Unë vetë personalisht kam një kandar që nuk mi peshon. Unë i kaloj. Shiko si vjen pra portokalle këtu një. Ore vlla, mua nuk ore ta them me shpirt. Unë nuk i peshon fare. Ava që ka vasë serioze, sa më shkruajt ja i shoku, a i pas ka kaluar tani në GoFund. Tani qa bët me GoFundin? Qa bët me GoFundin? Do më thënë, ato lek që janë edhur atje, a i mera jo zonja, si jam... Për mendimin tim zonja që është bet fjalë këtu ka qenë para një muaji tek unë, e kam futur në live, i kam kërkojtur dokumenta. Ka një muaj e gjysmë nuk ka një lloj dokumenti. Kur futesh brenda në spital, një sëmundje të jepet. Prandaj keni kujdes njerëz, kalofshit mirë. Ç'kam çfarë them, profesor? Çfarë thënë se mora vesh? Nuk merret vesh se qysh se tek. Nuk e di çat. Mo Klevis të gjem bela njëri, bëm mirë. Qa tha ky jesë se mora vesh? Jo se kapu është njëri me rregulla vërtet, kapun e jo. Lere se kapun e kemi. Kapun e kemi tonin e shumë djalë. Tonin e vlla është jo mirë, nuk është. Kapu apo tha llafin të jep llafin vlla. Nuk është kapu Laro. Një sekond. Unë di të them vetëm kaq. Unë vetë personalisht, përderisa e pash është në spital, përderisa doli që kërkoj ndihmë, unë ndjeva të arsyeshme e bëra pjesën time. Kush e ndjen, bëheni. Kush nuk e ndjen, është e drejta e gjithë secilit. Okej, ja ne bëm sepse pas ka kaluar lekët ai. Ka të drejtë profesori. Zoti shme lekë e GoFundit. Unë t'ja le Zotit aty ku personi kërkoi ndihmë, unë ndihmën time 500 pound e dhash. Ai shoku im 150 pound e dha. Dhe tani do të dërgoj edhe unë, do dal jashtë profesor, do të bëj tekst numrin tim, edhe dërgoma në WhatsApp, please, unë do bëj atë timen, Zoti i madh është, në qofse gënjen, s'kam çfarë them. Ai ne ja lëm Zotit edhe erdi këtu se e kemi patriotën tonë vlla, më erdi këtu me koment. As i bet fjalë juristë për gjysmë. Kam ai më interes, unë jam i pasur. Ore, dëgjoj mund tani, dëgjoj ku vali kjo. Unë me koment ore, Lali Asina. Dëgjoj. Ore Lali Asina. O Klevis. Se kemi patriotën tonë vlla. O Klevis. Ne çfarë do të thuash me koment tuti që futxiza di. Ore leni komente do burr. Tani ne izi kaloi $1,000 vlla, çfarë në GoFund. Tani ky GoFundi çfarë ndodhi me këtë GoFundin? Ai merr ajo. Bllokua GoFundin vlla, ja bllokuan çfarë? I bllokuan ja drejt. I kthehen mbrapsht o bushi. Ë? I kthehen mbrapsht. Ku ti tërheqim mbrapsht neve apo Jo, ti kthen vet GoFundi ty. Kthen GoFundi vet ty në bankët. Se sa më shkruajti ky shoku që i futi, domethënë i futi lekët, po që ka bllokuar thot. Po. Po pra, u bllokua çfarë? Para gjysmore një orë, e bllokua këtu. Sa hapëm ne live-in e bllokuan. Edhe mua më kthyen lekët mbrapsht, më erdhi emaili nga GoFundi. Profesor, ai pak një foto asaj të emailit dhe na i tregon Olisen që të kuptojnë edhe njerëzit. Po, një sekond. O Klevis, a ka mundësi të më ços një mesazh, lutem, se unë nuk e di pse nuk më del numri jot, nuk më ka ngelur numri jot.
Jo, a nuk e nxjerr dot këtu, bëj një këtu dhe nxjerrë këtu, ta shikojmë. Nuk di ti bëj, profesor, për kot mamit nuk... O Izi, po je këtu, hajde futu lartë. Shkon se mos ta çon Izi live-in o Kevin. Kushë? Izi, ai shoku i Blamvlora, vlla, që është këtu me mua. Izi. Profesor, po dal jashtë, po të dërgojnë numrin. Dimitris, në momentin që do më dërgojnë, atëherë dhe unë do t'i dërgoj të dhenat. Në momentin që dhe situata qartësohet, unë të falenderoj shumë për besimin që ke tek unë. Për momentin qëndro thjesht në pritje vëlla. Nëse të vjen mesazh nga unë me të dhenat, unë ta dërgojnë numrin anyway, për çdo problem, çdo ashu, kontakto me mua. Shumë faleminderit vëlla, shumë respekt për ty. Japim një adresë Brunës të futet apo? Tani edhe një herë tjetër o Klevis, unë po pres në Alisena se tha është ajo e-mailit e GoFundit na i tregoj pak çfarë ka ndodhur të shikojmë. Që nëse i ka vajtur email, po pres që të shikojmë emailin që dhe ne ta kuptojmë që çdo gjë që po thuhet po ndodh. Çfarë që Klevis e ka I-Z-Z-Y Ja u fut. Klevis, të lutem, më çoni mesazh në WhatsApp, please, të të nis foton. Po si e ke numrin, mami? Pa më mori sot më. Tani Nuk ma më të Klevisi që o ditë. O Izi, Laura. tani këta thonë t'i kthen. O Lisena, Dale se po të shkruaj o Klevis. E 2 orë larga. O Izi, Ola. pa folura. Qa bëra? Mirë, këta thonë tani është bllokuar edhe t'i kthen ajo. Po bllokuaj prap, si para ajo, ajo, sa i dërgova unë bas një 10-20 sekonda që bllokuan ata. Po t'ka ardhur gjë njoftim? Jo, deri tash jo, s'më ka ardhur asnjë njoftim nga një sekond Edhe që vetëm. u dërguan, thoshe aty, falenderit dërgua kërkesa jote, e kaq. Se ishte në italisht, pastaj e ktheva në anglisht atë, edhe nuk e dërgoja ato me dollare, thoshe vetëm me pound e dërgoja. Okay. Ma dërgoj mua atë foton aty vis. Ma bëj mua forward. Me pound e në euro. Bravo, pound e euro. ta dërgova profesor. Si që ma dërgoj Lisena ta dërgova. Po tani ç'a bën në këtë rast o profesor? Jo tani, në këtë rast do t'i vi për refund has been issued for your donation. Atëherë në çfarë emri është hapur kjo Lisen? Kush e ka hapur këtë? E ka hapur vetë Bruna. Okej. Pra do të vi një email I tillë. Do të vi një email që do të thotë shuma juaj do kthehet nga 3 deri në 7 ditë mbrapsht. Piçkes, po që tani do të pres të kthehet shuma të bëjmë ato 3 deri në 7 ditë do të kthehen lekët mbrapa. Problema burse të gojë, nuk është problema burse të gojë prapë, nuk është problem. Le të marrë. Çu them jo, çu them. Pra kjo është prapë. Po Klevis, Po vlla. Gjovan. Neve që jemi Amerika se ti shik, na që kanë shërnguar shumë ta gjëra ato GoFund dhe këto, gjem na gjene një adres ku do, edhe dërgoj unë me bushin dërgojmë prapë, s'është problem. Le të marrë edhe 7 ditë për ta ardhur, nuk është problem. Nuk shma vetë aty vlla, s'ma vesh vlla jot, nuk merrem fare me këto, merrem atë këto ktesë, merrem fare vlla. Unë këtë që kam dorë këtu live-in, siç më erdhi, e ndihmoj se patriotë edhe kush shipe kush do që tjetër vlla. Nuk marr vesh vlla, unë jam maut apo gjë. Kuptoj. Tash kush është në Anglia që kjo Lisena, kjo I di këto, kjo Lisena do na japësh në WhatsApp ti. Kam pas puna jeme këto gjëra. Për çfarë do Bushi? Të kontaktojmë që të dim me Izin të hedhim direkt ose në PayPal të asaj ose llogari bankare me wire transfer, të shikojmë se si është mundësia. Unë nuk I kam të dhënat, I kërkova Brunës të bënte një screenshot që më tha profesori dhe nuk ma ka nisur akoma.
Ti ke kontakt direkt me personin në smur që po muan. Edhe Klevisi ka, po. Po. Ja ku e keni numrin, ja ku e keni numrin, mund t'i shkruash vetë zonjës. Mere o Izi, shënoj numrin. Izi mere numrin e Brunildës, vlla. Okej. E tu posh me koment. Po. Mere vlla dhe ja qojmë direkt asaj zonjë se halë. Po, shkruani vetë me Me Western zonjën. Euro, thau, po, me emni E ka me WhatsApp fratelo numrin Brunilda. Vlora, shumë faleminderit për ndihmën se nuk e di çfarë po bëhet sonte. Shumë faleminderit për ndihmën. Na falni të gjithëve, po nuk e di. Respekte për gjithë valla, na i bëni Allah. Allah. Lisan që të fajesh, të ajo të bëhet mirë, inshallah, Zoti të bëhet mirë, pa tjera rregullohen, të bëhet mirë ajo inshallah Zotit. Ajo tash është në ankth sepse i kanë bllokuar çdo gjë, thot çfarë po ndodh, unë s'di asun çfarë t'i them. Tani, a na e nis dot atë pjesën e bankës me fjalë që kuptojmë? Ja kërkova profesor, nuk ma ka nisur. Tash ti, këtu e keni numrin, profesor, këtu e keni numrin, a ka mundësi t'i shkruani vetë edhe u anis, Unë sinqerisht nuk mund të nis, sepse numrin tim e kanë marrë shumë njerëz dhe nuk mundem më tutje. Ta bëjmë numrin e Brunildës këtu ta bëjmë. Me qenë se ti ke folur. Këtu poshtë, ja shife, e ke numrin, Klevis. Ja ku e keni numrin këtu poshtë e Brunildës, e ta në WhatsApp. Edhe një herë. A ka mundësi ta dërgoj? Princesha, të lutem, a ka mundësi të vish sipër të na japësh numrin e bankës? Princesha, lutem, edhe një sekond. Se sinqerisht po bëhet një rrëmuj edhe nuk... Edhe Princesha e kam ndihmuar, vlla. Profesor, unë nuk i kam, profesor, se mua kur më kërkoj ndihmë, thash më fal, unë nuk mundem bëj gjë. Kur në mëngjes më tha që kam hapur po fundin i kam çuar 500 poundin. Unë i kam dërguar, më falni. Unë i kam dërguar, ja kam dhanat asaj. Ore, më falni një sekond. Se këtu jemi për hall. A e keni problem të dilni kështu siç po rri unë, siç po rri Klevisi? Unë s'dal dot se kam djalin sapo e vjen gjumë. Ju kërkoj ndjes. Po kjo që jam në foto jam. Jo, nuk ka lidhje ajo që janë në foto, për qenë korrekt. Nuk e di si dalin këtu me filtra me gjona, unë nuk i marr vesh. Dhe njerëzit ta kuptojnë se na shikojnë kështu dhe na marrin për që t'jemi korrekt, kush po kërkon, çfarë po kërkon, ku po shkojnë. Po Aleksandro, se sinqerisht u lodhëm. Rregull. Unë ju kërkoj ndjes, nuk dal dot se po vet djalin gjumë. I kam dërguar zonjes lek dje, ja kam dhanat e bankës, ja kam dhanat e emrin mbi emrin, edhe tati djalit që ka hap në emrin e vet për bank. Dhe i kam numrin e telefonit sikur e kanë shkruar këtu poshtë. Kam dhe adresën se ku ndodhet në çfarë spitali. Vetëm këto dhëna kam. Nëse i doni këto se kam problem, unë ja do. Okej, nisja pak Lisenës. Lisena ti bëj një. Nuk mi ka mua, nuk ka numrin tim princesa. Lidhë me Klevisin. Klevis, lutem, lidhë me princeshën. Ndroni numrin. Si të doni, kush të dojt më dërgoj, unë s'besdis njeri. Unë ja u dërgoj. Nuk po kuptoj unë tani, qa do... Profesori po kërkon dhënat e bankës të zonjes. Tani... A ka mundësi t'i gjejmë një adres tjetër asaj zonjes si të hyjë në live vetë? Japim një adres tjetër që mund që t'hapi live-in? Ma s'ka adres, valla, i blokuan, ja blokuan ta. Jo këta, na një këtu. I blokuan dhe... Ato... Gon funin edhe TikTok-un ja blokuan, valla, ajo është vetëm fije 8 pull në mes të Londrës, 2 orë jashtë Londre, pa në këm njeriu aty. Lartë qofti ndodhi gjë. Po qa jeni mor valla, qa jeni? Nuk e kam e gjithë, qa jeni? Tema, ke një numër tjetër, një telefon tjetër që mund ta marrësh ta vesh atë në Viva Voça që ta ngjojnë gjithë edhe të flas. Edhe pse nuk ka s'ke. Prita marrë nga telefoni plakë, se se kom. Vere në Viva Voça që ta ngjojnë gjithë pakët. Disi. S'ka me qa fute, s'ka adres. Pa ma nga WhatsApp i qërë mirë. Ma nga numri plakës në WhatsApp. O, dhe sa fut për ashtu. Klevis, lutem, fute pak Anin. Për bof. Është ajo vajza që folëm mbas ditët. Mbrëma. Ola, mbrëma. Mbrëma. Do ta marrë në Klevis, apo e këtë telefonin tjetër? E me do të kena i telefon tjetër aty që të të s'ma dhe që të në kamë. Ja, marrë të një. Oke, se a blokuan edhe
gonfunin edhe Tani erdhë. TikTokun ja bllokuan të dyja sonde. S'kisha do dha një. Ata ta marrë ta vënë në TikToku nuk ju ka bllokuar, thjesht ja kanë heq sonte që mos të futet në live asgjë tjetër. Se po fute e gjen aty. Po marrë me kamera po kështu, Po si do. s'kupton ajo shkreta s'ka Vjen faj. me kamerë vëlla që të na shpjegojnë na thot ato gjërat elementare që duhen. Tani po më shkruan që i kam bllokuar edhe Monzën. What, merr. Edhe një herë lutem. I kam bllokuar Monzën. Si ja kam bllokuar? S'po kuptoj. Nuk e di, më thot Lisen çapo bëhet, më bllokuar Monzën. Po s'kan si t'ja bllokojnë Monzën, se Monzën vetëm nëse i ka kaluar limiti. Çfarë është Monza? Nuk kuptoj ama fare. Bankën, Visa, je duke e marrë në telefon më vlla, se nuk po marrin vetë çapo bëhet. Ja, se po e më të djali këtu. Kartën e bankës thot ja kanë bllokuar, po nuk e di. Unë jetoj në Angli tërsa, se më ka ndodhur kjo gjë. A dëgjohet? Po, dëgjohet.